Kush e frikson njërin nga varfënia? Allahu apo kush? Shejtani. Shejtani frikson njërin nga varfënia. Ai thotë njerit, mos jap, jetë pa to, mos shpenza, mos shka këtu, mos jap, kështu me radhë. E frikson njërin nga. Prandaj na shpesh ne kemi frikë edhe e dominon një pjesë të madhe tjetër son frika jo reale. Hiç s'ka pasur me tut. Andaj besimtari punon, angazhohet, mundohet që me imbulu shpenzimet e tij, edhe në Allah në bështetet, po fukarallokut nuk i tutet. Nuk i tutet. Prandaj, një beduin kur ka ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, pejgamberi alayhi salam i ka dhënë shumë. Po merre çto ka. Edhe çto merre edhe çto. I ka jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka shku tek populli vet, çuçi ka përshu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka shkoni te njëri hes po tut ke pe fukarallokut. Nuk po jep ka, se ata kanë kuptuar që njëri kur t'jap dhe që sultallose në vin, ai hiç nuk kishte frikë nga fukarallokut. Frika të në vëzër mund tjetë e natyrshme e brendshme, nuk pam që nuk vjen kur. Po flas për frikën që e dominon njeriu, që mbi bazë kësaj frike pastaj përcakton orientimin e jetës, prioritetet, angazhimet e tij. Kjo është e keqe. Për shembull, kur frika nga varfënia të huton nga obligimet e Allahut mënduar. Kur frika nga varfënia të shtyn me prej kusht e ndaluar tek harami. S'del kaq, pa prej ka pak, pa i marr ka pak nuk bëhet. Kush të ka mësu më tut për qësaj? A është frikë reale që kjo? A të ka mësu krijuesi nga që më tut apo dikush tjetër? Të ka mësu shejtani. Prandaj të ndërmëzër, ti thush e udhu billahi mine shejtani rajim si fjalë, ndërsa frikën e ti e kin palc. Çfarë kuptimi ka kjo? S'ka kuptim. Nuk ka kuptim. Prandaj besimi e qetëson shpirtin e trazuar që friksohet nga varfënia. E nga çka Allah na ka mësuar që kemi frikën? Tash, frika është emocion i natyrshëm. Njeriu natyrshëm ka frikë. Po këtë problemi ka më orientu, veç që kjo është. Prandaj ka thonë Yahya ibn Muadh, një fjalë përmbledhëse këtë çka mund me thonë sonte. Yahya ibn Muadh nga dietar, veçanërisht nga asketët një devotshëm ka thonë, nëse njerëzit ja kanë frikën zjarrit si kafshatës gojës, në xhenet kishin me shkuat. Mutut nga xhenemi, që shtu të shakim hongër nesër, Firdaus shka në. Fëmiu friksohet nga errësira. Nga frika e tij ti qesh, të shjobe s'ka kush, jam adorën apo. Prandaj, për shembull, njerëz që kanë kuptuar çka është drita, do thonë mos i gale se ç'është Zoti apo. Që shtu kanë folë të parë tonë, ç'shtu kanë folë të pleq tonë, kanë folë baballarët tonë, që kanë jetuar situata të frikshme, të vështira, s'kan pas nesër për një meç ka më hongër, ka thonë ç'a Zoti apo. Ama punë të mira si kanë lënë, edhe besimin kur se kanë lënë. Sot për shembull njeriu hamendën nga një situata për me rujt besimin, tjetë parimor në vlerët e tij, për shkak se është i friksuar nga frika, nga varfënia.